Mirë, dua ta nis me takimin e shtëpisë Bardh pak ditë më parë mes presidentit Trump dhe presidentit Sirisë Ahmed al-Shara, një takim që u pasqyrua gjerësisht, po dhe ka bërë jeho në mediat ndërkombëtare për rolin që tashmë Siria mund të marrë në lindjen e mesme pas këtij takimi. Po çfarë mund të na thuash më tepër gjerësisht për efektet dhe atë se çfarë pritet nga ky takim? Po kuptohet që ishte interesant ky takim, të gjithë mediat merreshin me këtë, edhe për faktin që ka kuriozitet, për shkak se në disa lista ende kryetari i veçpallur i Sirisë al-Shara është në listat për si terrorist dhe përkapjen e tij ka një shpërblim prej $10 milion, por i njëjti u shfaq në shtëpinë e Bardh në prezencën e presidentit Trump dhe kuptohet që është një kuriozitet në vete. Kjo është takimi i parë që Siria shkon në Washington, mendoj ai i cili e përfaqëson shtetin e Sirisë, për shkak se Siria prej pavarësisë së saj nuk ka qenë në marrëdhënie të mira me Perëndimin. Gjatë kohës së Bashkimit Sovjetik ka pas marrëdhënie të mira me Bashkimin Sovjetik, po edhe mbas shkatrimit të Bashkimit Sovjetik ata kanë qenë gjithmonë opozit me SHBA-n dhe arsyeja kryesore ka qenë që SHBA-ja e ka përkrahur armikun e Sirisë, gjithsesi Izraelin, për shkak se kemi pasur lufta të ndryshme në mes Sirisë dhe Izraelin në të kaluarën. Tani el-Shara është një poliagent, pra është agenti Turqisë, është agenti Arabisë Saudite. Besohet që është edhe agenti SHBA-s, përderisa u prit në shtëpinë e Bardh, po ka të thëna që thuhet që mund të jetë edhe agenti Izraelit. Tani ai para më shumë se një viti e mori pushtetin në Siri, nuk është se kishte një luftë të ashpër për ta marrë pushtetin, sidomos në momentin e fundit. Bëhet fjalë për një grup shteti të organizuar nga agjenturat sekrete të Perëndimit me përkrahjen e Turqisë dhe të Arabisë Saudite dhe kishim ndrim të pushtetit në Siri. Pritshmëritë ishin të mëdha se Siria do të hyre në një stabilitet politik dhe ekonomik, por kjo nuk ndodhi. Ne kemi bë video edhe atëherës kur ndodhen këta ngjarje, unë e kam pasur skepticizmin që atëherës, po kuptohet që ai skepticizmi im u dëshmua që të jetë i vërtet. Pra Siria sot vuan për bukë. Në Siri kemi luftë qytetare e cila vazhdon dhe është ende më e ashpër. Bëhet fjalë për 10 mijëra viktima, të cilët shumica janë civil, që janë vrarë gjatë kësaj periudhe një vjeçare, dhe kemi një Siri të ndarë në disa rajone. Druzët kanë autonominë e tyre, kurdët kanë autonominë dhe shtetin e tyre, alevitët përndjeken, përderisa sunitët vuajnë për bukë dhe për një rend më të mirë shoqëror dhe nuk kanë perspektivë as pak. Tani presidenti veçpallur i Sirisë shkojnë në SHBA me arsyetimin se ai shkon atje që të loboj që të tërhiqen sanksionet ekonomike të Sirisë, të cilat shteti i Amerikës apo Kongresi Amerikan nëpërmjet një ligji ja ka vënë Sirisë, mirëpo ai le të mos përpiqet përkot, për shkak se ata sanksione ekonomike Sirisë nuk do t'i tërhiqen. Edhe pse shtëpia e Bardh thotë që janë tërhequr sanksionet ekonomike, kjo nuk është e vërtetë, për shkak se për të tërhequr ata sanksione ekonomike duhet që të sillet një ligj i ri në Kongresin Amerikan, dhe Kongresi Amerikan, siç kemi biseduar këtu, është nën kontroll të Benjamin Netanyahut dhe të lobit izraelit, dhe pa lejen e Izraelit ata sanksione ekonomike nuk do të tërhiqen. Unë dua të kuptoj diçka, a është kjo një aleancë e re që ka lindur mes Shteteve të Bashkuara dhe Sirisë si një kontrapedal ose si një kundërpesh e Izraelit në atë rajon? Pra tashmë Shtetet e Bashkuara nuk kanë vetëm Izraelin, po kanë edhe Sirinë dhe vendosin në këtë mënyrë Levantin nën kontrollin e tyre apo jo? Po, çështja është kontrolli i Sirisë nga SHBA-ja, nga kjo fotografia mbasi jush mund ta shiqojmë se si e trajton presidenti i SHBA-s presidentin e Sirisë, pa e ka ulur në një karike si një agent i tij dhe të cilit i jep disa urdhra.
Urdhëri i parë kuptohet që është që ta pranojnë shtetin e Izraelit, për shkak se Izraeli dhe Siria nuk kanë marrëdhënie diplomatike. Kuptohet që do të rezistoj ish presidenti, po presidenti aktuali i Sirisë, me arsyetimin se Izraeli okupon disa territore të Sirisë dhe duhet të tërhiqet. Mirë po kuptohet që gjithë shenjat janë që ai është i gatshëm që ta pranoj shtetin e Izraelit. Ajo është një, e dyta është që Trumpi ka kërkuar që në afërsi të Damaskut të ndërtojë një bazë të re ushtarake amerikane. Po tani ka trupa amerikan në Siri, sidomos në pjesën veri lindore, ku janë forcat kurde, atje kemi të paktën 2000 ushtar amerikan, edhe pse pritshmëritë ishin të mëdha që Trumpi do të urdhërojë që të tërhiqen ato trupat amerikane në Siri, po kuptohet që ajo që nuk e dha atë urdhër që të tërhiqen, po tani kërkon që të ndërtohet një bazë e madhe ushtarake, ashtu sikur që është duke ndërtuar një bazë ushtarake në Gaza apo në afërsi, në kufi të Gazës. Pra kjo nënkupton se gjithë politika jashtme e SBA-s është në duart e Izraelit dhe lobit shifut në Amerikë dhe të cilët përpiqen që të realizojnë interesat e tyre dhe interesat e tyre do të ishin që Siria të ndahet në 4 shtete të vogla, që konsiderohet në terminologjin politike ballkanizimi Sirisë, që të mund ta kontrollojë më lehtë dhe kuptohet që mbasi që Shara erdhi në pushtet, Izraeli bombardoi të gjithë bazat ushtarake, aeroplanët ushtarak dhe e mundsoi që gjatë sulmit të tyre të Iranit që të kalojnë nëpër hapësirën ajrore të Sirisë, pa mos pasur asnjë rrezik që të rrëzohen nga raketat kundërajrore të Sirisë. Pra shiqen që planet e Izraelit për sa i përket Sirisë janë duke u realizuar, për shkak se popullata më nuk është e kënaqur nga ky pushtet, nuk kanë armatime që ta luftojnë invazionin e Izraelit, të cilët kanë okupuar në pjesë të Sirisë pas ardhjes së Sharës në pushtet. Dhe shiqojmë që dal nga dal planet e Izraelit realizohen në Siri me ndihmën e SBA-s. Qartë, unë dua të kaloj në një çështje të dytë, në një tjetër konflikt në Sudan. Ne kur kemi folur herën e fundit diskutuam pak mbi Sudanin dhe thamë që aty po zhvillohet një luftë ku quhet edhe lufta për Arin. Dhe është një luftë përveç se civile, është edhe një luftë proksi mes ose ku janë të përfshira dhe disa fuqi ose disa shtete të tjera si nga Lindja e Mesme, po ndoshta edhe më gjerë. Çfarë mund të themi për Sudanin në këto momente që flasim, Frymëzim? Po para se dalim te Sudani, se është një çështje edhe tragjike për shkak të luftës, pak të ndalem edhe te takimi në mes Sharës dhe Trump, nuk e di në Shqipëri treguan një video kur Trumpi i huz pak parfum al Sharës, po. Parfum, po. Dhe i thot këtë aromë të ndjene gruaja jote dhe pyetën sa gra ke. Pra kjo në një farë mënyrë e tregon një seriozitetin e Trumpit, të cilën nuk e sheh atë si president, po nga ana tjetër e tregon edhe karakterin e Trumpit, i cili mbas të dhënave të fundit që është skandal i madh në SBA, Epstein, po. Dëshmojnë që Trumpi është i përfshirë në aferën Epstein dhe është ndoshta jo një pedofili dëshmuar, sikur është Epsteini, por aty ngjashëm dhe kuptohet, ne kemi biseduar për çështjen e Epstein që do të vijë në aktualitet dhe si duket tani filloi aktualizimi i kësaj çështje në politikën e brendshme të SBA-s dhe Trumpi gjatë gjithë kësaj periudhe përpiqet që ta tërheqë vëmendjen e popullatës amerikane që mos informohen për këtë çështje dhe gjithmonë fillon kriza të reja. Një ndër ato kriza të reja është edhe kriza me Venezuelën, apo takimi me El Sharën, i cili përpiqet që të bëjë njohjen e Izraelit dhe vazhdimin e akordeve ibrahimike. Pra ai don që në gjithmonë të ketë lajme të reja që të tërhiqet vëmendja e popullatës amerikane nga afera Epstein. Tani përsa i përket Sudanit është një luftë qytetare e përgjakshme, sidomos në 2 vitet e fundit.
Sudani është shtet i madh në Afrikë dhe ka dalje në detin e Kuq. Pra dalja në detin e Kuq i arrit rëndësinë gjeostrategjike të shtetit të Sudanit, për shkak se aty kalon edhe kanali Suezit, Suezit, po. dhe që është i rëndësishëm për rrugët tregtare, jo vetëm të Evropës, por edhe të Izraelit. Dhe është përpjekja që qeveria e Sudanit të ketë një politikë miqësore me Izraelin, dhe pasi që u bë grushti i shtetit, besoj në para 5 viteve, me ndihmën e parave të Arabisë Saudite dhe të Emirateve të Bashkuara, kishim ndrim të pushtetit, ndrim të huntës ushtarake në Sudan. Gjëja e parë që ata vepruan ishte njohja e pavarësisë apo e shtetit të Izraelit. Pra Sudani u bë pjesë e akordeve ibrahimike, së bashku me Bahreinin, me Emiratet e Bashkuara, me Marokon. Pra ishte edhe Sudani aty, dhe ju premtua se nëse njihni Izraelin, do të tërhiqen sanksionet ekonomike, do të ketë investime të huaja, por çka ndodhi e kundërta. Pasi u njoh Izraeli, filloi një luftë qytetare në Sudan, edhe pse ne thuajmë luftë qytetare, po në fakt është lufta mes forcave të armatosura në vetë ushtrinë e Sudanit, dhe është e përgjakshme. Tani qëllimi çka është? Qëllimi është po ashtu ndarja e Sudanit, të paktën në 3 shtete, apo në zona të ndryshme që të ndikohen nga milicë të ndryshëm, dhe ashtu që do të jetë më e lehtë për ta kontrolluar si shtet. Tani para më shumë se dikon 15 viteve, në 2011, Sudani u nda në 2 pjesë, pra u bë Sudani Jugor, dhe gjatë gjithë asaj kohe thuhej se muslimanët apo qeveria e cila përbëhen nga muslimanët për shkak se Sudani është shtet islamik, i shtypnin të krishterët, pra ata u ndan, po ja shiqojmë që në Sudanin Jugor, asesi që ata të konsolidohen në shtet, për shkak se luftimet apo lufta qytetare vazhdon në Sudanin Jugor. Pra problemi nuk ishte qenë qeveria qendrore. Tani, kjo luftë civile është në Sudanin Jugor apo në Sudanin Verior? Kjo është në Sudanin Verior. Në Sudanin Jugor kanë luftat të tjera. E kuptoj. Tani unë kisha rastin një në Stamboll, i takova në hotel në lobbing 2 ushtarak të OKB-s, të cilët ishin të stacionuar në Sudanin Jugor, dhe i pyeta çka është problemi në Sudanin Jugor. Ai tha problemi është e lopët. Pra thot, atje e gjithë pasuria çka posedojnë në Sudanin Jugor janë lopët. Dhe nëse një lop kalon në territor të tjetërkujt, ai ka drejt që ta posedojë atë. Dhe thot nisin konfliktet, dhe thot ne si ushtar të OKB-s, pra Helmet Kaltër quhen ata, thot përpiqemi që të kujdesemi për lopët, mos shkojnë lopët prej një territor në territor tjetër. Pra bëhet fjalë për një shoqëri shumë pak të industrializuar dhe të zhvilluar dhe të emancipuar. Dhe kjo kishte qenë problemi edhe gjatë kohës kur thuhej se fjala muslimanët i shtypin të krishterët, por çështja nuk ishte qenë aty. Tani çka ndodh në Sudan? Sot kemi shumica e banorëve konsiderohen sudanes arab, pra ata e kanë gjuhë zyrtare arabishtën, për shkak se kuptohet kur shpërndahet Islami, e shkon edhe në Afrikë, sidomos në Somali, Etiopi, dhe aty është edhe Sudani. Pra shok të pejgamberit Muhammed shkojnë aty dhe përhapin Islamin, dhe ato jo që e pranojnë vetëm Islamin, e pranojnë edhe kulturën arabe, edhe gjuhën arabe, dhe tash kemi një popull i cili edhe pse i zi, apo pjesë e racës së zes, ata i konsiderojnë veten arab. Mirë po ka një pjesë që ka mbetur, pra janë shumë të zi ata dhe nuk konsiderojnë veten arab, nuk flasin arabisht, dhe ata janë të përqendruar sidomos në pjesën që quhet Darfur, dhe që ku kemi edhe atje lufta të fiseve të ndryshme, që për ne si evropian është pak edhe vështirë që t'i kuptojnë motivet e tyre, sikur i kanë të tjerit problem që ta kuptojnë mentalitetin e Ballkanësve, konfliktet tona gjysore, kulturore, dhe ne i kemi atë vështirësi, dhe nuk është se kam një përgjigje të saktë se çka ndodh në Sudan, por jemi të sigurt
që kanë interesa shumë shtete, për shkak se edhe Kina është e involvuar në atë pjesë, për shkak se ka resurse të mëdha, dhe një ndër resurset e mëdha është edhe ari. Ari sot i ka hipur vlera shumë, dhe një ndër minierat më të mëdha që ka është në Sudan, është në duart e United Arab Emirates. Të Emiratëve të Bashkuara, po, Emiratet të e Abu Dhabit, Bashkuara po. Arabe. Po, dhe thuhet që Emiratet e Bashkuara investojnë sidomos një pjesë të ushtrisë, të cilët në të kaluarën kishin qenë milic, por janë integruar në ushtrinë e Sudanit, mirë po ja që ndodhi që ata u përpoqen që të bëjnë një grusht ushtarak, por dështuan, sidomos në kryeqytetin e Sudanit Khartoum, dhe janë tërhequr në territorin e Darfurit, dhe ajo pjesë e Darfurit kontrollohet nga ata milic, dhe të cilët kanë përkrahje nga Çadi dhe nga Libia, për shkak se edhe Libia dhe Çadi kontrollohen nga perëndimi dhe prej atje hyn armatimi. Jo vetëm që hyn armatimi, po ka edhe milic nga e gjithë bota. Dyshohet se Dubai është duke financuar si milicët, si dhe armatimin i cili hyn në Sudan nëpërmjet Çadit apo edhe Libis. Pra armatimet blehen nga shtetet e Evropës, për shembull nga Bullgaria, nga Spanja, dhe dërgohen në Çad apo dërgohen në Libi, dhe nëpërmjet rrugëve ilegale, për shkak se ajo pjesë e Sudanit kontrollohet nga forcat e armatosura që janë opozite me ushtrinë e Sudanit, hyn në Sudan, dhe kjo luftë do të vazhdojë. Po ashtu Dubai ka interesa për shkak se ka blerë shumë tokë pjellore në Sudan, për të siguruar ushqimin e Emirateve të Bashkuara Arabe, për shkak se Emiratet e Bashkuara të Arabe nuk kanë shumë bujqësi për shkak të klimës së tyre. Dhe pse e bën këtë Arabet e Bashkuara Arabe, Emiratet e Bashkuara Arabe, për shkak se ata kanë një projekt për kontrollin e gjithë limaneve në atë rajon, dhe ata kontrollojnë një pjesë të limaneve në Yemen, po ashtu kontrollojnë një pjesë të limaneve në Somali, tani me ngjarjet e fundit në Siri, po ashtu i kontrollojnë limanet në Tauris dhe Latakia, pra bëjnë investime, dhe e njëjta është për limanet në Sudan. Tani a e bën Dubai këta për interesat të tyre, apo për interesat të Izraelit, është çështje që duhet të debatohet. Por edhe çështja e arit. Tani e dim që Dubai është ndëruar në një qendër e shitjes së floririt, por sa përfitim ka Dubai nga shitja e floririt? Për shkak se në Dubai nuk paguhet taksa. E gjithë ari që ka vjen aty, ata janë si broker, pra vetëm e bëjnë ndërmjetësimin e shitjes së arit, dhe në fakt dyshohet që ata që e kishin arin apo qendra e arit në Londër, e cila ishte e mbajtur nga familja e Çifut e Rothschildëve, pashtu vetëm e kanë ndëruar vendin në Dubai dhe përfitimin e marrin përsëri ata. Dhe Dubai si shtet apo si qytet nuk është se ka shumë përfitime të mëdha, për shkak se është free për taksat si zonë ekonomike. Mirë, dua të hidhem në një çështje tjetër. Frymëzim në Turqi. Ka patur një aksident ajror para disa ditësh, ku një avion u rrëzua dhe ku humbën jetën rreth 20 njerëz i gjendesh në bordin e avionit. Gjithashtu më herët Benjamin Netanyahu është shpallur në kërkim nga Turqia për krime lufte. A ka diçka që i lidh bashkë këto, apo është spekullim? Po, spekulimi është shumë e rëndësishme kur bëhet analizë politike, dhe unë si zakonisht bëj spekulime, edhe pse dhe pa qeter që të merren gjithë anët gjatë kur kemi ndonjë problem. Tani, une e marr edhe si spekulim, të drejtën të spekuloj, se kjo ishte një sabotazh, dhe ju e përmendët që kishte 20 viktimat, të gjitha ata viktima janë të mirë trajnuar, dhe sidomos përsa i përket aeroplanëve F-16. Për shkak se ai aeroplan që u rrëzua mbanin pjesë rezervave të aeroplanëve F-16, dhe kuptohet që Izraeli nuk ka interes që aviacioni i Turqisë të
zhvillohet. Dhe për këtë ata edhe lobojnë në SBA që Turqia mos blej aeroplana të rej F-16 apo F-35, pra prej këtu fillon dyshimi. Gata 20 të vrarë, lexova dikun se ishte edhe një me prejardhje shqiptare, pra ju shpreh ngushëllime familjarëve të atyre që u vranë. Tani spekulimi ku është për shkak se aeroplani është nisur prej Azerbejxhani. Azerbejxhani ka marrëdhënie shumë të mira me Izraelin dhe nuk përjashtohet mundësia që ndonjë pjesë eksplozive të jetë futur në atë aeroplan e cila mandej ka plasur në ajër. Kjo është një mundësi, pse e them këtë, për shkak se kemi një rast të tillë kur presidenti i Iranit u vra pas një vizite në kufirin e Azerbejxhanit. Pra edhe aty dyshohet që helikopterit të tij ju fut ndonjë pjesë e cila eksplodoi. Dhe këtë rast e kemi më të mirë kur organizata Hezbollah kishte të paktën 2.000 deri 4.000 viktima nga telefonat dhe talkie-walkie të cilat ishin futur nga shërbimi sekret i Mossadit, që bateritë e tyre kishin eksploziv. Pra nuk përjashtohet mundësia që aeroplan të ketë pasur disa pjesë ku ka pasur eksploziv. Kjo edhe për faktin se ata aeroplan që është rrëzuar është bler nga Arabia Saudite dhe ne e dim që në Arabinë Saudite vetë ushtarët amerikan, nga të cilët ka edhe shumë qifut dhe kuptohet që disa prej tyre edhe punojnë për Mossadin, mund të ketë instaluar ndonjë mjet shpërthyes në atë aeroplan të madh. Po ka edhe një dyshim tjetër, unë këtë e mendoj, se disa aeroplan kargo mbetën në Ukrainë, kur filloi lufta Rusi dhe Ukrainë, për shkak se Turqia ju dërgonte armatime Ukrainës dhe mbetën të parkuar aty ndoshta një vit derisa ju dha leje Rusia që të tërhiqen. Dhe gjatë asaj periudhe ka mundësi që të jetë instaluar ndonjë eksploziv nga ana e shërbimeve sekrete të Izraelit, për shkak se ata Turqinë e shiqojnë si konkurrencë dhe nuk do të dëshironin që Turqia të zhvillohet sidomos në aspektin ushtarak, për shkak se shiqojnë si një rrezik për realizimin e planeve të tyre afatgjata në lindjen e mesme. Por sido që të jetë, Turqia do të jetë tash më koshiente dhe ka marrë urdhër që të gjitha aeroplanët të ulen, mos fluturojnë, dhe do të bëhet një kontroll teknik i rrept dhe shpresojmë që mos të bëjnë gabime të tilla më të. Bëhet fjalë për aeroplanët ushtarak, luftarak apo dhe ata civil? Jo, vetëm për aeroplanët ushtarak. Kuptohet që Izraeli nuk do të kishte ndonjë interes që t'i rrëzojë edhe aeroplanët civil. E kuptoj. Po, ky është një skenar që përflitet në Turqinë në zë, të paktën, apo ka dhe deklarata publike, sepse kjo mund të çojë në përplasje diplomatike nëse implikohet Izraeli, po them. Jo, këto janë pjesë e spekulimeve, të cilat edhe unë jam burimi këtyre spekulimeve. Unë jam ekspert i politikës së Turqisë dhe nëse dalin spekulime, burimi mund të jem edhe unë konsiderohem si një ndër spekuluesit dhe konspiracionistët e mundshëm. Për shkak se jam doktorant i Universitetit të Stambollit, të Departamentit të Shkencave Politike, pra besoj që kur flas për politikën e Turqisë, flas si një ekspert i Turqisë, dhe jo si një ekspert shqiptar për politikën e Turqisë. Qartë, po, unë thash edhe pak më herët që Netanyahu është shpallur në kërkim, pra nëse ai shkel në tokën turke, arrestohet, apo jo? Po tani çështja është se Turqia nuk e ka nënshkruar Traktatin e Romës, që nënkupton themelimin e gjykatës penale ndërkombëtare, pra nuk është antare Turqia. Dhe nëse ata thirren për arrestimin e Netanyahut, nuk thirren për shkak të ngritjes së padisë nga prokurori i asaj gjykate që e përmenda më herët, por ata vetë kanë bë hetime dhe vetë gjykatat e Turqisë kanë ngritur një akuzë penale. Dhe kuptohet që nëse vjen në territor të Turqisë apo ndonjë shtet në ndikim të Turqisë, është detyrë e ushtrisë turke dhe agjencioneve sekrete turke që të arrestojnë Netanyahun. Por ato ndodh një gjë e tillë, unë nuk besoj që do të ndodh një gjë e tillë, një për arsye se Netanyahu nuk ka çka kërkon në Turqi apo në vendet në ndikim të Turqisë. Por kuptohet që do të ishte një arsye për luftë nëse një gjë e tillë ndodh. Dhe arrestimi i burrit të shtetit apo kryetarit të shtetit gjithmonë konsiderohet arsye për luftë.
Kazus nëse Belli, Turqia po. vendos që të luftoj, mund ta ketë këtë si arsitin për ta nisur një luftë kundër Izraelit. Qartë, konsiderohet si quhet në terminologji juridike casus belli. Duaj që të hidhemi tani së fundmi aty ku je ti në Maqedoninë e Veriut, ku s'ka pak që kanë mbaruar zgjedhjet komunale me rezultatet që në tashme i dim, ku forca kryesore nga shqiptarët gjithmonë që ka dalë fituese në këto zgjedhje është koalicioni Vlen. Ana tjetër është konsideruar një humbje dhe një goditje për AKI-n dhe për BDI-n dhe Ali Ahmetin veçanërisht. Çfarë mund të na thuash më shumë dhe si është situata post zgjedhore aty dhe çfarë mund të na tregosh më shumë frymëzim? Situata është e qetë, pra është e qetë edhe për arsyen se u legjitimua politika e qeverisë së tashme. Si zakonisht zgjedhjet lokale konsiderohen si një test i politikave të qeverisë. Po. Zgjedhjet e fundit parlamentare ishin para më shumë se një viti, pra nuk është se kemi periudhë të gjatë të kësaj qeverisje dhe u dëshmua se politikat e qeverisë janë të pranueshme për qytetarët e Maqedonisë, si në atë të Maqedonëve, pra partia VMRO e cila u theq Partitë Maqedone dhe pushtetin dhe kryeministri është i po asaj partie dhe kryetari i shtetit i po asaj partie dhe shumica parlamentare është e VMRO-s. Po ata kanë edhe koalicion, partia Vlen, e cila edhe pse nuk quhet si partia Vlen, është koalicioni Vlen, ku përbohen aty shumë parti shqiptare, dhe ata fituan te popullata shqiptare një fitore absolute. Pra, 8 komuna në mos gaboj, apo jo? Komunë. Besoj që i fituan të gjithë komunat, dhe kjo konsiderohet një fitore absolute, për shkak se kemi komuna urbane dhe komuna rurale në Maqedoni, tek popullata shqiptare, dhe të gjithë komunat urbane i fitoi Vlen. Pra se nuk janë shumë, pra e fituan Dibrën, e fituan Strugën, e fituan Tetovën. Gostivari nuk e fituan me sa diun. Gostivari nuk e fitoi asnjë, pra në Gostivar dështuan zgjedhjet. Arsyeja ishte për shkak se cenzusi ishte, pra nuk dolën njerëzit të votojnë. Po kush është kryetari i komunës aktualisht në Gostivar? Kemi krizë politike në Gostivar, pra nuk është e qartë a kemi kryetar komune apo s'kemi. Kuptoj. Për shkak se edhe kryetari aktual nuk është kryetar, është ushtrues detyre. Pra edhe është diskutabile, a është ai legjitim, sa e di unë nuk ka të drejtë të marrë vendime dhe të nënshkruaj, dhe pritet që qeveria të emrojë një të besuar të qeverisë, pra një administrator i përkohshëm, derisa të përsëriten zgjedhjet, dhe zgjedhjet besohet që mund të mbahen mbas 2 muajve, po mbas disave interpretimeve, ndoshta edhe mund të shtyhen zgjedhjet, për shkak se mund të ndodhë edhe ndryshime në ligjin për vetëqeverisje lokale, për shkak se edhe në vitin e kaluar kishim disa ndryshime të ligjit për vetëqeverisje lokale dhe këta ndryshime që janë bërë së shpejti dhe shpesh ka sjellur në keq interpretim se si do të jetë detyra e ushtruesit të detyrës apo kryetarit aktual, se a ka legjitimitet që të qëndrojë aty apo jo. Është çështje juridike të cilën do ta interpretojnë gjykatat në Maqedoni. Dhe tani pse fitoi Vlen, edhe pse nëse i shiqojmë numrat, partia opozitare me në krye Ali Ahmetin, ata fituan më shumë vota, mirë po ata ishin kvantitet. Çështja është të fitosh kvalitet, pra të kesh strategji. Këtë mund të marrim si shembull kur Trumpi e fitoi Hillary Clinton. Hillary Clinton kishte 3 milion vota më shumë, po përsëri ishte fitore absolute e Trumpit. Pra kështu i ndodhi edhe BDI-s, të cilat kishin një humbje dhe më me rëndësi ata e humbën edhe bastionin e tyre, pra Kërçovën, të cilën e kanë pasur gjatë këtyre 20 viteve, dhe ku i kanë marrur shumicën e votave, po jo vetëm që i merrnin votat, po edhe i vidhnin votat. Kishim në atë periudhë se unë kam qenë aktiv në politikën e Maqedonisë dhe isha në Partinë Demokratike Shqiptare, në atë kohë ishte kryetar Arber Xhaferi, dhe i mbushnin kutijet, sidomos BDI-ja në Kërçov, dhe startin e kishin ata 3 deputet plus. Dhe kur vinin për fundim rezultatet, si zakonisht ata dilnin fitimtar. Tani jo vetëm që e humbën, po më duket se ka fituar edhe një Maqedon, mos gaboj.
Po, është e vërtet, Po. Maqedoni e fitoi kryetari i komunës, mirë po dje u zgjodh kryetari i Këshillit Komunal dhe u zgjodh një shqiptar, pra ishte një koalicion mes Partisë Blend dhe Partisë së Qeverisë VMRO, pra nuk do të jetë që Maqedon do të kenë pra vendet absolute të komunës, pra do të kenë një ndarje të pushteteve. Dhe edhe pse propaganda e bën sikur është një tragjedi e madhe se ka fituar një Maqedon në Kërçop, unë nuk e shiqoj ashtu. Detyra e kryetarit të komunës është që të përkujdeset për zhvillimin e qytetit, ai përfaqëson të gjithë qytetarët, jo vetëm një komunitet, duhet të përpiqet për pastërtinë e qytetit, për çështjet komunale, për dhënien e lejeve të ndërtimit, dhe nuk ka as pak rëndësia do të jetë shqiptar apo Maqedon. Të paktën është mendimi im ky, edhe pse mua më kritikojnë, unë them që në Gostivar, edhe pse shqiptarët e mbajnë pushtetin lokal të paktën në 30 vitet e fundit, mirë po ja që rezultati nuk është i kënaqshëm, kemi një haos urban, kemi pastërtinë nga të gjithë anët, dhe unë do të kisha votuar edhe një kryetar Maqedon në Gostivar. Pra nuk kam asnjë problem kush do të përfaqësoj Gostivarin për shkak të etnisë apo fesë së tij, përderisa ai përkujdeset për çështjet komunale dhe për ta lehtësuar jetën e qytetarëve. Mirë, po çështja është këtu se kryetarët e komunës pasi hynë në ato pozita, i harrojnë punët lokale dhe kanë aspirata që të bëjnë karrierë në pushtetin qendror dhe shfrytëzojnë Gostivarin për të bërë popularitet dhe për të marrë më shumë pjesë në pushtetin qendror. Kjo është edhe rasti i Gostivarit, ku Gostivari është anashkaluar, sidomos nga kryetarët e komunës, që mbasi e marrin atë funksion, i harrojnë interesat e gostivarësve dhe përpiqen që ta bëjnë pozita më të fuqishme në pushtetin qendror, duke u bërë edhe ministra. Pra kjo është edhe rasti i Gostivarit, ish kryetari i Gostivarit u bë ministër dhe e la Gostivarin me një ushtrues detyre dhe tani kemi krizë të funksionimit të komunës së Gostivarit. Mirë po këtu ndala më shumë në Gostivar për shkak se cenzusi ka dështuar në komunën e Gostivarit dhe në rrethinën e Gostivarit. Pra në kohë të komunizmit, Gostivari ishte shumë i madh dhe është ndarë në 3 komuna, pra është komuna e Vrapçishtit, komuna e Mavrovës dhe komuna e Gostivarit. Në të gjithë këta komuna dështuan zgjedhjet dhe arsyeja kryesore është për shkak të migrimit të madh. Pra për shkak të jo perspektivës, rinia e Gostivarit migron dhe nuk ka mbetur njerëz që të dalin dhe të votojnë. Dhe kjo është një dëshmi se Gostivari është në të vërtetë nga gjithë komuna shqiptare është një situatë shumë të